Përshëndetje të dashur binjak, do bëjmë leximin e radhës për ju dhe të përgjigjem një pyetje që më është bërë: pse babagjyshi aq herët? Pse në nëntor e jo në dhjetor? Pse duhet të jetë patjetër dhjetor? Po bëj shaka, thjesht është një dëshirë ime, adhuroj këtë kohë apo këtë sezon të vitit dhe zgjodha të filloj të zbukuroj gjithë shtëpinë me gjërat të sezonit. Pra, ishte zgjedhja ime. Të dashur binjak, po shikoj në leximin e juaj, kemi një hape shumë të mençur, ndryshe nga energjia juaj zakonisht e shpejtë ajrore. Kjo tregon qartësisht për pjekuri, vendime të qëndrueshme të dashur binjak, dhe për përqendrim te puna me veten. Dhe kjo është gjëja më e bukur që shikoj kohëve të fundit tek ju binjak. Këtë javë duhet të tregosh seriozitet, pra mund të jetë dhe këshill për ju të dashur. Seriozitet, tregoj që ke përvojë të mjaftueshme për të ditur të dashur binjak çfarë funksionon dhe çfarë jo. Mos e përsërit të njëjtin gabim. Edhe nëse të duket më i lehtë kjo zgjidhje apo kjo përgjigje apo ky vendim, vepro sipas përvojës, jo sipas impulsit. Letra tjetër më jep flet për përgjegjësi, do të kesh disa detyra të dashur binjak, disa detyra që kërkojnë vëmendje. Mos i lër për nesër. Nëse diçka besi mua, një muaj para zburimet, nëse diçka është për të zgjidhur, zgjidhe tani të dashur binjak. Njerëzit do të mbështeten tek ti këtë javë, prandaj dua ta bëni në këtë mënyrë. Qëndroni të organizuar. Shenjë mirë për financat, letra tjetër të dashur është mbreti i monedhës, është tregon për financat, punën, tregon kujdes me menaxhimin e kohës dhe parave absolutisht. Mos shpenzo kot, por as mos kurse për gjërat që ndihmojnë zhvillimin tënd. Kjo është një javë për stabilitet dhe absolutisht jo të dashur për eksperimente. Self, që do të thotë vetja juaj, tregon se në fund të javës do të kuptosh diçka për veten, ndoshta një zakon që duhet të ndryshuar ose një mënyrë e re për të reaguar ndaj stresit apo çfarëdo lloj gjëje. Nëse i mban gjërat të thjeshta dhe nuk e ngarkon mendjen të dashur binjaka, do të ndihesh jashtë mase mirë. Pra, leximi juaj thotë mos u shpërqendro me gjëra të panevojshme. Punon, mbaro atë që ke nisur, apo çfarëdo që fillon, mbaroje. Mos lë asgjë për nesër dhe kujdesu për veten tënde, nga që është letra self të dashur këtu. Këtë javë ke nevojë për qetësi dhe disiplinë, absolutisht asnjë plan të ri në jetën tënde tani. Do dëshiroja, apo letra kërkojnë nga ty që të përfundoni ato që i keni në mendje apo që tashmë keni filluar. Pra, mos harroni të dashur binjak, kur e njeh veten, e di sakt çfarë të mos humbasësh kohën duke ndjekur.